Një pyetje që shqetëson çdo. A është realiteti vërtet ai që shohim ne me sy dhe dëgjojmë me vesh? Sepse bari që ne na duket jeshil, bletëve dhe qenve apo kafshëve të tjera u duken ndryshe. Cili është atëherë versioni më i vërtet? Sepse truri ynë nuk e shikon drejt për drejt botën, ai është i mbyllur brenda errësirës Kafkës dhe merr vetëm sinjale elektrike nga shqisat. Nga këto sinjale ai ndërton një model të realitetit, ngjyrat, tingujt, aromat, fortësinë. Ajo që ne quajmë botë është interpretimi ynë për të, jo vetë bota. Shkenca sugjeron se ekziston një realitet fizik i pavarur nga ne, por çdo qenie e përjeton atë në mënyrën e vet, ndërsa filozofia shkon edhe më tej. Nëse gjithçka që njohim, thot ajo, kalon përmes vetdijes son, a mund ta njohim ndonjëherë realitetin ashtu siç është? Mbas gjithë kësaj, pyetja është kjo. Kur shikon veten në pasqyrë, a je ti ai që duket aty, apo je ai që po e vëzhgon? Pyet e veten njerë.